të apim çiktim në pensionizme me idenë që bëhet edhe pjesë e programit. Edhe struktura e pensionistëve nuk është më ajo që ka qenë përpara, për arsye se pensionistët e sotëm janë ata të pas viteve 90 dhe natyrisht nuk kanë të njëjtin mentalitet si ata të para viteve 90. Aq më tepër që këta pensionistë do jenë problemi i çdo qeverie që do të marrë pushtetin pas zgjedhjeve të 11 majit, për arsye se do shtojnë në maksimum presionin social, duke qenë se janë pensionistët e periudhës informalitetit të lënë ato vite, janë pensionistët që nuk i plotësuan vitet. Jo, po janë, por gjithsesi në qoftë se mund të dëgjojmë rëndom tani është thuar sasia e pensionistëve të cilët marrin shumë pak lek. Dhe natyrisht që këto janë barre qeverive dhe është një presion i shtuar social, ai që do detyrojë çdo lloj force politike të merret seriozisht me ta. Unë shikoj që me pensionistët ende nuk ka një vëmendje të tillë që të trajtojnë seriozisht, jo thjesht për të përballur minimumin jetik, po për të qenë pensione të denja të tilla që në krye të 10-15 vite, parasysh se politika e pensioneve nuk bëhet sot për nesër, të jenë të tillë që të bëhen të krahasueshëm me kostot e jetesës, jo me ne nuk barazojmë dot me skemat e pensioneve të Bashkimit Evropian. Po Kosova 340 euro e kamin Kosova ka një tjetër sistem, ka fonde pensione. Është politika që zgjedh. Maqedonia Fqinje është modeli më i mirë për tu, por nuk është punë lekësh, është punë mënyra skemës që zgjedh. Skemën që ne kemi zgjedhur deri më sot, kemi zgjedhur një skemë që ta shtym si ta shtym. U bë vërtet një lëvizje në vitin 2015 që hyrim fuqi, mirë pa krijoi me kalimin e viteve duke mos u azhornuar, duke mos u ka krijuar probleme. Një, ka rritur hendekun, pra pensionistët e fshatit i ka bërë pa interesuar fare se gjithmonë më tepër marrin më pak. Pensionistët e qytetit, një kategori që ishin pjesë e reformës marrin më shumë, një kategori prap nuk po marrin për arsye të kontributeve që kanë dhënë. Dhe në këtë mënyrë duhet ishin bërë vit pas viti dhe këto duhet ishin temat e diskutimit që informaliteti duhet kishte ushqyer skemën e pensioneve me të paktën nga 1% çdo vit për të arritur ajo se lekët do merren diku. Fondet e skemës private, pra fondet e pensioneve duhet ishin bërë aktive në mënyrë që të jepnin besueshmëri shqiptarëve të tillë që ata të investonin to për veten e tyre dhe kjo do të ndihmonte në mënyrë të ndërsjellët edhe mbajtjen e fuqisë punëtore, se një nga problemet më të mëdha që kanë bizneset sot është lëvizshmëria e punonjësve, nuk gjejnë siguri te një punëdhënës, aq më tepër që bizneset tona janë shumë të vogla për t'i dhënë garanci punonjësve dhe natyrisht më shumë janë vetë punësuar, ka dhe ndryshme, dhe natyrisht që ky është një problem që duke mos pas garancitë e vendi punës, duke mos pas punësimin e denj, që duhet ishin temat reale të diskutimit, jo tema se çfarë do të bëjmë me këtë dhe me atë. Pra, gjithë tema në Shqipëri nuk është se ka diskutim mes palëve për programe. Unë përmenda pak më përpara. Po i kemi ftuar, nuk kanë ardhur. Unë përmenda pak më përpara. Debati duhet ishte për hallet e shqiptarëve, jo për çfarë do prekim nga buxheti, pra diskutimet e programeve të partive janë diskutime fiskale. Nga njëra anë, sa do të shpërndajmë buxhetin në mënyrë tjetër, por kjo nuk është njërisi, nga ana tjetër sa do të ndikojmë të ardhurat në mënyrë që këto të rikthehen mbrapsht në ekonomi. Të gjitha këto nuk bëhen dot pa mobilizimin e shqiptarëve dhe në asnjërin rast unë nuk shikoj se si do të trajtojnë në mënyrë të koordinuar emigrimi 1.15% e popullsisë së Shqipërisë ikën çdo vit. Dhe në momentin që ty t'ikën popullsia, nuk mund diskutosh më do për sos infrastrukturën, se nuk i duhet kujt infrastruktura kur nuk ke njerëzit. Nuk i duhet kujt pjesa e atij arsimi që unë nuk them se nuk është investuar në mënyrë sasiore, por ka nevojë për një arsim cilësor. Dhe çdo thotë ky arsim cilësor, se cila zonë ka specifikat e veta, diku ndërthuret arsimi profesional, i cili i shërben jo shërbimeve, por do t'i shërbej prodhimit dhe teknologjisë, diku një arsim tjetër jo profesional. Pjesë e shëndetësisë, duhet ketë një shëndetësi cilësore ku aty ku ka të moshuar, po flas për Dibrën, për Kuçin. Do ndërtojmë spitale që të vinë dhe europianë të mjekohen tek Nuk është ky qëllimi, jo, shikoj këto janë në propagandë. Qëllimi është që shëndetësia të jetë cilësore. Një pjesë e madhe nuk është problemi të ndërtojmë spitale, problemi është njëherë të menaxhojmë sistemin. Spitale nuk janë vetëm muret. Çdo me këtë sistemi. Partia Socialiste ka në program, ne kemi matur tashmë programin sa përqind është realizuar, ka në program 63%. I programit të shëndetësisë? Total. Diku në 12 vjet? Në 4 vite. Në 4 vite të fundit, po pse kishte program 2021? Po, program qeverisës kishte edhe premtime të cilat po ti shikon ne kemi një faqe të dedikuar për të punë. Jo kemi një faqe, shiko, ne kemi faqe që nuk është reklam, kjo Polifakti, i cili ka
premtimet që nga 2009 të Partisë Socialiste, të Partisë Demokratike dhe të LSI-s, të cilat ne kemi mbledhur nga burimet të ndryshme dhe kemi sistemuar. Për hir vërtetës, për shembull LSI-ja në vitin 2009 dhe 2013 ka qenë shumë pragmatiste në programin e saj, për arsye se ka prekur pikërisht to hallet. PD-ja dhe PS-ja kanë një qasje më makro në të skuptim. Merren me investimet, merren me pjesën e asaj që si të zhvillohet vendi, por në fakt duhet merren me njerëzit. Po, deri sa që flasim, ka një program Partia Socialiste nga burimet që ju mbledhni? Ka dalje në media, të cilat ne po i mbledhim, është deklaruar një. Për shembull është pjesa fiskale e Partisë Socialiste që ka deklaruar edhe ajo pensionin tashmë minimal nga 100 euro që është sot bëhet 200, i cili ka një kosto të caktuar. Pensioni minimal, 200 euro. Para disa ditësh Rama e ka thënë. Kemi pagën mesatare e cila është e ngjashme me pagën që ka thënë dhe PD-ja, 1300 euro. Mirë shumë. Dhe do me thënë kjo do me thënë kosto në buxhet. Mirë, po ne nuk duam si shqiptar që sa do të rritet paga administratës. Po shbalancohet. Çfarë duam ne? Ne duam që e gjithë ekonomia, sa na ka dhënë produkt deri më sot, sa ka dhënë produkt Shqipëria 1 euro e gjitha tonisma, me qëllimin që ato që s'na vlen, t'i heqim më njanë dhe mos të riciklohen, se problemi më i madh është që partit e mëdhaja duopoli, PSD riciklojnë në vazhdimsi duke i rinovuar idet ato që kanë pas në të kaluar. Pra, ideja Shqipëria 1 euro ka nisë që në 2006 nga qeverisja Berisha. Vajti 18 vite, në një analizë të detajuar që kemi bërë, nuk ka prodhuar atë që duhet, për sa i përket zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm, pra janë dhënë ato çfarë janë dhënë, por nuk janë dhënë për të shërbyer ekonomisë së qëndrueshme. Punësimi është me pikatore, pra në tërësi kjo skem duket që nuk vlen. Atëherë, po në administratë sa është rritur punësimi?